Në mbrëmjen e 29 nëntorit 2024, një mjet shpërthyes shpërtheu në kanalin ujor Iber-Lepenc në Zubin Potok në veri të Kosovës, duke dëmtuar rënd infrastrukturën kritike që furnizon me ujë shumë komuna dhe mbështetër më centralin e Obiliqit. Policia e Kosovës deklaroi se sulmi ishte kryer me lëndë shpërthyese deri në 20 kg. Pas kësaj, autoritetet e Kosovës arrestuan 10 persona lidhur me sulmin. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës e përshkroi incidentin si një sulm terrorist dhe ja atriboi Serbisë duke inkuadruar atë si pjesë të një strategjie destabilizimi. Por pas këtij incidenti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan se nuk ka prova që lidhin drejt për drejt Beogradin me shpërtimin dhe se është herët për të nxjerrë përfundime, por se konfirmoi se në hetime janë përfshirë edhe agentët të Byros Federale të Hetimeve. Sulmi ishte dënuar ashpër dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian dhe ishte bërë thirrje që përgjithësit të përballen me drejtsinë. Ndërkaq riparimi i dëmit që është bërë kanalit Iber-Lepenc në Zubin Potok në nëntor të vitit e kaluar e kapi vlerën e rreth 400.000 eurove. Kështu të paktën kishte deklaruar kryeshefi i ndërmarrjes Iber-Lepenci Faruk Mujka. E tashmë jam bërë një vit pas këtij sulmi, por çka pas një viti? Ajo që ka dihet deri më tani se për rastin e fjalë janë sekuestruar armë dhe eksploziv, dhe se sulmi në fjalë është duke u hetuar nga Prokuria Speciale e Kosovës dhe se nuk ka ndonjë zhvillim tjetër lidhur me këtë rast.